Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babun fi qawlihi ta'ala wa idha araw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Sqarim mbi ajetin kuranor, dhe kur ato shohin tregtinë apo kënaqësitë e kësaj bote, vrapojnë mbas tyre dhe të lënë ty në këmbë. Pra sikur po thot shkaku se përse ka zbrit ky ajet. Ky ajet është në surën El-Jumu'ah. Suratu El-Jumu'ah në renditje është para surës El-Munafiqun. Sura El-Jumu'ah thot: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja për namaz në ditën e Xuma, nxitoni në vendet ku përmendet Allahu dhe lëreni tregtinë. Pse është përmend tregtia dhe nuk janë përmend zanatet e tjera? Se tregtia ka marrëdhënie të drejtë për drejtë paraje. Zanatet e tjera kanë më të lehta me i lanë robët. Sa tregtia është pak e vështirë, pra është përmend më pikantja. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Është më mirë për ju. Kjo gjëja është më mirë për ju. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum. Kur mbaroi namazi, shpërndauni në tokë, kërkoni të mirat e Zotit, bëni tregti, bëni çfarë doni. E përmendeni Allahun shumë që të shpëtoni. Wa idha raw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Kur shohin ndonjë tregti apo ndonjë mirësi apo kënaqësi të kësaj bote, vrapojnë mbas saj dhe ty të lejnë në këmbë. Qul ma indallahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijara. Thuaj, çfarë është e Zotit është më mirë se sa tregtia dhe kënaqësitë e kësaj bote. Wallahu khayrur raziqin. Allahu është furnizuesi më i mirë. Në fillimet e obligimit të xumas nuk ka qenë e obliguar të dëgjohej hutbja. Ishte obligim vetëm namazin. Pra hutbja ishte me dëshirë. Derisa zbriti ky ajet kuranor që e shfuqizoi këtë dhe e bëri dëgjimin e hutbes vazhdim, detyrë. E bëri dëgjimin e hutbes vazhdim. Tu tregon ngjarjen çfarë ka ndodhur. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon ndërkohë që po faleshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, erdhi thot një karvan me ushqim, ndërkohë që banorët e Medinës po kalonin një kohë të vështirë. Nuk mbetën me pejgamberin alayhis salam vetëm se 12 persona. E Zoti zbriti këtë ajet. Pra me këtë ajet u shfuqizua e drejta e lëvizjes nga xhumaja. Pra njeriu kur vjen në xhami, hesht, dëgjon hutbën, dëgjon ligjëratën, fal namazin, pastaj largohet.